përpeç i shpluar apo përpeç trenice, i cili përgatitet me 2 lloje të petave, me peta të pjekura apo të thora dhe me peta të njohura. Bëhet shumë shpejt, është shumë i sheshëm, besoj se kam ju pëlqyer receta, ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitje në një enë të madhe. Në fillim shtoj 500 gram me miell. Këto masa janë përshtatshme për një tepsi me numër 4 pej. Shtojmë një lugë gjysmë të mesme me krip dhe 2 lugë gjelle me vaj. Vaji ndihmon që të bëhet më lehtë tërheqja e petave. Tash fillojmë që brumin direkt ta punojmë kështu me dorë dhe për formimin e brumit na nevojitet ujë i vakët. Uji nuk guxon të jetë i nxehtë shumë, por i vakët sa mund ta duroj dora. Hedhim ujë dhe e punojmë sepse nuk dihen fikse masat e miellit. Nëse përgatitni në një tepsi më të madhe, atëherë vetëm se shtoni masat e miellit. Duhet që ta punoj mirë brumin derisa të largohet nga dora. Kam punuar brumin mirë, derisa është largu nga dora. Shfitu një brum mesatarisht i trash. Tash e në këndurur brumi e mbuloj dhe lajm kështu në ambient dhume që brumi të pushoj për 40 minuta. Derisa brumi i përpeqet të pushojë e përgatisim mbushjen. Për mbushjen na nevojiten pejë të pjekura, të thora. Unë i kam të përgatitura vetë, kurse ju nëse nuk keni mund të bleni nëpër markete nga ato të thora dhe marrim dhe i coktoj kështu. Gjithsej do na duhen dikon rreth 6 apo 7 pejë, apo dikon rreth 500 gram. Marrim dhe coktojmë kështu në copsa të vogla pejtat e pjekura. Pasi kam bërë coptimin e pejtave të pjekura, përgatis masën për zbutjen e tyre. Në një enë të madhe shtojmë 1 litër me qopsh. Nëse përgatit në tepsi më të madhe, duhet që të shtoni dhe masat e qumshit dhe gjithë përbërësve tjerë. Vërtet është një përpeç shumë i sheshëm, një përpeç i lashtë, që në kaluarën nëpër Kosovë është konsumuar me bukë. Ky është përpeç i cili është përgatitur qysh nga koha e viteve 30-ta, në kohat luftës, ku nuk kanë pas shumë ushqim dhe kanë konsumu këtë pite apo këtë përpeç me bukë. Shtojmë 4 vezë, një lugë të mesme me krip, 300 gram me mazë. Nëse nuk keni mazë, mund të përdorni shmam. Dhe këtu kam dikon rreth 300 gram me gjallë, gjysmën, gjallë të shkrirë, gjysmën e masës do ja hedhi, gjysmën do e përdori për përgatitjen e shtresës së parë të përpeqit. Kam përzier masën mirë dhe mbushja është gati. Mbushja është gati dhe brumi ka pushu. Tash filloj me përgatitjen e përpeqit. Kështu e largojmë nga ena, kalojmë tavolinë punës, hedhim mirë kështu tavolinë dhe kaloj brumin. Brumin e rrokollisim tek mielli dhe ndojmë kështu në pjesë të vogla. Gjithsej do e ndoj në 15 pjesë. Secilës pjesë mundohem të jap masive. Secilës pjesë ja japim formën e kulaçit duke rrokollis në mirë. Ka dalë një brum shumë i mirë pasi ka pushu mjaftueshëm. Kështu, gjithëve pjesëve i japim formën e kulaçit. Ju kam dhënë formën gjithë kulaçve. Tash filloj me hapjen e kulaçit të parë. Hapjen e bëjmë anë shkopit.
Hapi me një masi dikon rreth 14 cm 15. Ju hedhim gjatë hapjes një, sa herë që ka nevojë. Të munduhen që ja formën rrethore. Kjo masi besoj se është shumë e mirë. Hapim kështu dhe i lajmë në njërin pjesë tavolinës së punës. Këtë mënyrë i hapim gjithë kuleçët. Kam hapur gjithë kuleçët, tash te secili kulaç shtoj kështu një lugë gjelle me gjallë të shkrirë. Mjaftueshëm do jetë nga një lugë gjelle. Tash marr kulaçin e parë kështu, apo petën e parë, dhe e përhapi gjallin. Vendosi në petë tjetër sipër. Përsëri petës së dytë ja përhapi gjallin. Dhe marr me majet gishtave dhe i bashkoj qoshët e të dy petave. Vendosi petën e tretë sipër. Dhe petës së tretë ja përhapi gjallin sipër. E tërheqi pak, të bëhet paralel me dy petat e para. Në majet gishtave përsëri bashkoj njëkohësisht dhe tërheqi brumin. Vendosi petën e katër, përhapi, tërheqi kështu brumin, ta bëj paralel. Këtë mënyrë i radhes 15 kuleçët njërën mbi tjetrën. Kështu, duke i tërhequr, duke i bërë paralel dhe duke i bashkuar qoshët e petës. Si që vëreni, hapja bëhet gjatë tërheqjes. Mënyra e njëjtë vazhdon tuqe me gjitha. Është bërë një brum shumë i mirë, pasi ka pushu mjaftueshëm. Përsëri me majet të gishtave, shtypim qoshët e të gjithave dhe tërheqim kështu petën që të bëhet hapja. Tash marrim shkopin dhe madh shkopit shtypim qoshët. E bëjmë në një masinë të madhe se tepsina. Dikon rreth 10 cm duhet derë nga tepsinja brumi. Më shumë përqendrohu tek qoshët të dalin më të holla. Kam hap në masi të dëshiruar. Tepsinjën e kam lyer me gjallë të ngrirë. E vëreni se dikon 10 cm është më e madhe se tepsinja brumi. Marrim brumin kështu dhe e kalojmë tek shkopi. Marrim tepsinjën dhe vendosim brumin mbi tepsinë. Kështu jam mundu që mirë ta përhapi brumin në sipërfaqe të tepsisë. Tash marr petat e thara dhe i hedhi sipër.
Përhapi kështu me gjithë sipërfaqen. Vërtet, filloj përpeqje është shumë i mirë, sepse përgatitet me 2 lloje të petave, të thara dhe të njoma. Ja kam hedhur petat e coptuar sepër, tash ja shtoj masën e përgatitur për zbutje. Me qumësht dhejt me masë, përhapi kështu, që të zbuten gjithë petat e pjekura. Vërtet është një përpeq shumë i sheshëm, i shpejt. Këtë përpeq gjithashtu gjyshët tona kanë përgatitur dhe kur kanë pas mysafir, sepse është një përpeq shumë i mirë. Kështu munduhem gjithë petat e pjekura që zbus tek masa. Tash marr ansorët e petës së madhe dhe i kthej kështu në tepsi. Nga gjitha anët. Gjithë pjesët e dalura të petës i kam kthyer në tepsi. Tash ju hedhi pak gjallë kështu sipër të gjithave. Nuk do e lyej masën me brush apo me dorë, pasi mund t'ja prishi formën. Dhe përpeqi është gati për pjekje. Kam nxjerr furrën në 220 gradë dhe në atë temperaturë do pjeki për 30-35 minuta. Përpeqin e kam larguar nga furra, ka një aromë shumë të mirë. Tash marrim ujë dhe spërkasim sipër. Që të zbutet. Munduhem kështu nga qoshët të hedhi ujë më shumë. Në një brush apo me dorë hedh në ujë. E lajm që të ftohet dhe është gati për konsumim. Përpeqi është ftohur pak, ta ndajmë një pjesë dhe ta shihni në brendësi. Pra t'ju demonstroj nga afër se si ka dalë. Vërtet ka dalë shumë i mirë. Konsumohet i nxehtë, i ftohtë, varet nga dëshira juaj, se si doni ta konsumoni. Ja dhe si duket përpeqi nga brendësia, vërtet ka dalë shumë i mirë. Gjithë ju motra që përgatitni në këtë mënyrë përpeq të shpluar apo përpeq të Drenicës, ju bëft mirë, ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.